Kur vëllai vazhdon të ngulmojë në zemrën tënde, dëshirojnë që ti të marrësh dhuratën e frymës së shenjtë. Dhe mos vazhdo të thuash unë kam duke braktisur ligjin e tia, sepse duke braktisur ligjin e tia, davaritesh atë ditë. Në kontekst të parë ishte që ditë çfarë ishte ligji, çfarë ishte mëkati, që është shkelja e ligjit. Dhe atë Yahweh, si që thashë dhe dërgova video në YouTube masandaj, se cilit për jush nuk jep atë Yahweh frymën e shenjtë, asnjë personi e ligjit. Dhe ti dhe unë mund të vemi të lahemi, disa për jush janë larë dhe më shumë se njëre. Ti mund të lash birin tënd masandaj dhe zhyt ati në lejzë, por dia i që është ligji, ti nuk e di për veten tënde. Sepse ti thua që pastaj, jo, unë këtu ja do shkoj të mbaj këto festat pagane, sepse festat biblike nuk praktikohen, por unë gjende kam frymën e shenjtë. Ti ke frymën tënde, po jo frymën e shenjtë. Te fryma e shenjtë vjen që ti dhe unë të mos shkelim ligjin e tia, po të zbatojmë ligjin e tia. Kështu neve marrim dobinë në zemrat tona dhe kështu në ditën e zemrimit shpëtohemi nga vdekja, sepse kemi sjellë drejtsinë e atë Yahweh, që është ligji i tia, i vërtetë. Ke zbatuar atë. Është shumë e thjeshtë të citoj unë emrin e Krishtit dhe të vazhdoj masandaj, të them vargjet. Okej, të marr disa vargje nga Gjoni, nga Luka, nga Marku. Është shumë e thjeshtë. A nuk kemi në gjendje të bëjmë atë gjë? Por është çështje e zemrës e moralit të shëndosh që ti duhet të kesh, sepse dishiplizimi në kohën tonë është hequr ka 2000 vjet. Dhe ata njerëz që ti dëgjon janë pjesë e manipulimit të bishës së Romës, që i kam adresuar haprazi dhe kam vajtuar haprazi, si për ty në Lushnjë apo në Fer, si për ty në Tiranë që vajtova kur të shikoja përpara. Ma thëndaj, si mund të leu unë theshe, si mund të leu unë në kuftesën e titrit pagan, në pozicionin e tia, si mund të leu kuftesën e tia? Unë do të vetë atje se unë jam pjesë e këshillit të Romës, si mund të leu në atë kuftesë? Ne ma thëndaj shikonje këshillat të tjera, ma thëndaj, që jepeshin për para meje, ma thëndaj mu në Tiranë. Thështë, po, qarë po ndodhë? Ati mas andaj fillon të zbulojë shumë gjërat në marrëdhënie që afrohen mas andaj njerëzit për motive të tjera. Se nuk afrohesh ti për të marrë mas andaj marrëdhënien, por afrohesh për gjëra që mund të ndodhet. Ndërkohë mos ndoshta ne jemi të pasur. Që po punojmë me veprat e duarve tona për të siguruar për familjen dhe mas andaj për diçka që mund të jetë çik më tepër për të ndihmuar ata që kanë një zemër të vërtetë. Ata që janë në nevojë vërtet. Për çdo e që takoj njerëz në Shqipëri, është gjithmonë ajo, ja, shikon, po ja është ja kam këtë vendin këtu, po s'po ecën, ja po kjo ndërtesa, po ja ky është projekti, këto janë projekte, aleanca, projekte, pa frymën e atë Yahweh. Aleanca. Pa frymën e tia. Ndërkohë, do të dëgjosh ti ligjin e Zotit Yahweh? Sepse kur vjen vëllai të ketë atë bisedën dhe me secilin prej jush që ju më keni patur mundësinë të bisedoj, apo komunikuar online, unë vi dhe nuk të them asandaj gjëra të këndshme, apo të filloj të profetizoj në një gjë mashtruese, po të them vëlla motër, mos vazhdo të jesh rebel, dhe bir gënjeshtar që mos vazhdo të refuzosh ligjin, se kështu do gjykohesh. Po të them gjërat e vërteta. Sepse ligji ti është i vërtetë. Në rebelimi vazhdon të jetë në zemrat në popullin tonë. Bi që nuk duan të dëgjojnë ligjin e Zotit Yahweh. A duhet të shkoj me në vargjet? Më thuaj, lutem. A duhet të shkoj me në vargje që kur shikon Isaia 30,
është urtësia që vërtet në rrugë. Unë thjesht, po ju nuk keni dashur, thot Ati Jahve. E shtriva dorën time, po askush për jush nuk I kushtoj vëmendje. Përkundra, dhe di çfarë? Hodhet poshtë këshillat e mia. Dhe nuk pranuat ndrejqen time. Ndrejqet? Ndrejqet. E shikojmë pak? Nuk pranuat ndrejqet e mia. Okej. Shikojmë një varg që flet për atë aspekt. Okej. Të shikojmë së bashku. Fjalë të 6:23. Fjalë të 6:23. Më falë, se pas ka marrë, okej, një moment. Po flisim për drejqet. Si tha Ati Jahve, tha? Që unë triva dorën, ju përkundra ze hodhi poshtë këshillat e mia dhe nuk pranuat drejqen time. Okej. Ndrejqen. Urdhrimi është një llambë, ligji është një dritë dhe ndrejqet e disiplinës të ligjit Jahve janë rruga e jetës. Ndërkohë ti këtu e ke mësimi. Dhe mësimi ta ka manipuluar Satani atë fjalën, sepse fjala atje është ligji I tia. Dhe po ta shikoj në të kuqe, në tërë përkthimet në anglisht, ke law do thot ligji, Torah. Ja ku ke nga hebraisht, the law is a light, ligji është dritë. Ja ku ke King James apo përkthimet e tjera, vetëm law shikon. Prandaj kjo fjala këtu, po e hoqë që Satan nuk ka hequr jetën tënde. Dhe me anë të ligjit ne ndrejqemi, në qoftë se kemi shkelur apo jo, në qoftë se mëkatojmë apo jo, dhe ati na ndrejq që ne të ecim në rrugën e jetës, në rrugën e ngushtë. Po rruga e ngushtë nuk është shkelja e ligjit. Ajo është rruga e shkatërimit, është rruga e gjerë, sepse folëm haprazi. Nuk folëm haprazi për rrugën e shkatërimit. Ja ku ke. Mos zbatimin e ligjit, nuk jemi I mbrojtur në ditën e zemërimit, ajo është rruga e shkatërimit. Okej, dash shikojmë rrugën e shkatërimit tjetër. Kur përçmon ligjin, shkatërohesh. Po të zbatosh urdhimin e ligjit, shpërblehesh. Ja ku kem shkatërime të tjera, kur mësandaj refuzon braktis ligjin e tia. Ja ku kemi shkatërimit. Shtriva dorën, ju nuk pranuat, nuk I kushtuat vëmendje, ligji tim, nuk pranuat ndrejqet e ligjit, dhe Ati Jahve thot, unë thot, do të me fatkeqësi tuaja thot, dhe do të tallen thot kur të vinë ajo që ju druani thot. Dhe do vi ajo që druani si fortunë thot. Fatkeqësia juaj të vi si stuhi, kur t'ju mbë fatkeqësia thot, dhe ankthi, më fal, a ka përjetime të tilla në jetën tënde aktualisht? Që shërimi tënd qëndron nga pendimet e shkelit të ligjit. Fjalët e urta 3 dhe 4 ligji I tia, se fjalët e urta të tia jashtë ligji I tia, instruksionet e tia. Ato do t'japin shërim. Urdhrimet e tia t'japin shërim, sepse në momentin që ti pendohesh nga shkelit e ligjit, masandaj të gjitha këto gjëra largohen prej teje. Fillon restaurimi në jetën tënde, fillon shërimi në zemër, në mendje, në trupin tënd. Faleminderit shumë vëlla. Kaq. Faleminderit, më fal vëlla, e shtova unë, se as ajo nuk ishte, po faleminderit shumë. Kaq. Okej.
Ndërkohë ti po vuan shtratet e dhembit tënd. Ti po vuan atë tende. Ndërkohë ati sjell fortunët për na ndrequr, na sjell fatkeqësitë, mos ndaj në jetën tonë që të na drejt, daminojnë veten, çfarë shkelur. O të shikosh Levitikun 26, janë disa plagë, sëmundje që dërgohen. Shikon për 37, ku respektojnë beslidhja e me anë urdhrimit të tina, ati Jahue thot, ku nuk e respektoni beslidhjen time, duke mos zbatuar ligjin, urdhrimet e mia, thot, në këtë mënyrë ti po mu rejnë, thot, dhe do të sjell, thot, ma thëndaj, ato sëmundje, thot, që nuk desha, por desha të ejt një Egjiptit, por do t'i sjell ty, thot, sepse ti po bëhe si Egjipti tani. Me zemrat e pa penduara, do më rastin, thot, por unë nuk do përgjigje. Eliu foli disa gjëra dhe masandaj u eminua nga i jetës. E dim që manipulimet masandaj merre nga protestantët masandaj, ja shiko Eliu e qortovi Jovin, ndërkohë Jovi ishte njëri që nuk mëkatoi. Dhe kur ta mbaroj librin vëlla motër për ne këtu ja 4 kapitull, 5 kapitull janë që merre dhe lexoje masandaj dhe lutem matët ja kuptueshmëri të tërë situatës së Jobit. Që libri Jobit që kemi neve nuk të jep, sepse dëshminë e Jobit, testamenti Jobit, ta hoqën farisejtë. Sepse masandaj dhe që Jobi praktikon të ligjin, dhe që Jobi kishte altarin që ndërmjetësonte për familjen e tia dhe për shokët 3 mbretërit e tjerë, që vetë ishte mbret Jobi. Dhe që masandaj ligji u dha përpara malit Sinai, gjë që farisejtë nuk e mendojnë, anullojnë me njerë gjëra të tilla. Se mendojnë që ligji u dha vetëm në malin Sinai dhe kaq. Përveç se ligjit të shkruar është dhe ligji gojor që ata mbajnë për sipra të shkruajtës. Dhe ai gojori është një manipulim i njeriut. Që masandaj dëgjoj ato gojore, të interpretimet gojore që ne të themi që ti të di si ta zbatosh urdhrimet e ligjit, ato janë manipulime që sot e kësaj dite behen. Bajnë peng njerëzit, që me si adreson ato manipulime gojore në Marku 7. Keni praktiksu ligjin ati tim, thot, për tradita tuaja, dhe këto ishin traditat shtuar jetheqje, që benin me anë të njerëzve. Do të më kërkojnë, thot, me kujdes, por nuk do të më gjejnë. Këtu çfarë do jetë? Do jetë gjykimit. Sepse çfarë bën këta grupe persona, rryen dijen, dhe nuk ka zgjedhur në frikë Jahve. Këta grup personash, ti mbaj mend që këta grup personash nuk zgjodhi frikën e Zotit Jahve. Okej, atëre. Po të shkosh në interpretimet e vargjeve, nëse ti e lejon, gjithmonë, nëse ti e lejon interpretimin e vargjeve me vargjet, ndërkohë për të kuptuar të frikën e Zotit Jahve ta thot në kapitullin e 2, mbasi mbarojnë këto vargjet, që në fillim ishte pranimi i urdhërimeve të ligjit të Zotit Jahve, që do të ndodhi për të marrë të kuptueshmërinë e frikës së Jahve në zemrat tona. Okej. Dhe të marrim një varg, edhe neve marrim interpretimin dhe kuptueshmërinë. Veprat e duarve të tij janë drejta, të vërteta, të urdhrimet e tij janë të qëndrueshme, të patundura për jetë, për gjithnjë, me vërtetësi, në drejtësi. Okej. Frika e Jahve është fillimi, zanafilla e urtësisë. Kuptueshmëri të mirë kanë ata që zbatojnë në praktikë urdhrimeve e të ligjit të tij. Një frikën e Jahve që reflekton në zbatimin praktikë të urdhrimeve të ligjit të tij. Dhe këta grup personash që nuk zgjodhen praktikën e urdhrimeve të ligjit, nuk zgjodhen frikën e Zotit Jahve. Këta nuk deshen të pranojnë këshillin e Atit Jahve,
dhe përbuzën qortimet e tia, prandaj do të hanë frutin e sjelljes të tyre, do të ngohen me këshillat e tyre. Prandaj kur vllai të jep një këshillë dhe nuk vjen masandaj këshilla prej meje, sepse gjykohem unë për këshillën që jap. Si sot Ezekieli 14 për profetët e Atit Jahve, që masandaj flasin prej këshillave të tyre, dhe ata do hanë frutin e sjelljes së tyre. Si ai person që u afrua, që kishte idhujt në zemrën e tija, që profeti nuk e qortovi për idhuj që kishte, për paudhësinë dhe shkelit e ligjit të mia, thot Ati Jahve, ata nuk vend të dy, atëre do t'i bëj shembull tyre, do t'i shparos në mes të popullit të tyre. Por ne nuk e marrë prioritet fjalën e Atit. Ti nuk e marrë akoma prioritet fjalën e Atit Jahve, se po ta marrësh prioritet, do jetë mirë me ty. Sepse Ati Jahve shikon atë zemër që ka marrë prioritet. Prandaj vëllai merr prioritet dhe më jep urtësi, shkrimi, dhe masandaj rrim zgjuar natën, që të vendosim prioritet fjalën, dhe ku na gënjeni ligu, masandaj marrim prap urtësinë duke lexuar, vëlla motër. Dhe rinovohet mendja. Sepse përdalja e njerëzve të thjeshtë i vret. Përdalja. Shkelit e ligjit janë përdalje. Dhe thot i vret. Qetësia e reme. Qetësinë e reme çdo flet butë qetë. I ke në Romë. I ke aty në Shqipëri. Nuk janë me statuja si që bëjnë në Romë, por janë me ndesa të mira, me të kullarisur. Kanë kokore masandaj prej peshku, nuk e kanë atë gjë. Nuk i kanë të gëdhendurat, por i kanë të gëdhendurat në zemrat e tyre, në mendjet e tyre, që të flasin aq qetë kur i takon. Ndërkohë, shumë njerëz po zhduken dhe po vriten në këtë mënyrë, me këshillat e tyre, me sjelljet e tyre, mos ndoshta, vëlla motër, për ne këtu, mendo pak për një moment. Shkeljet e ligjit, apo për ty online, janë një sjellje e mire që ne duhet të kemi, janë frutat e mire, ndërkohë Ati Jahve thot në Psalmin 1. Ata që meditojnë tek ligji tim, thot ditë e natë, do jenë të qëndrueshëm dhe do jenë si pema e mbjellë pranë brigjeve të ujit dhe do sjellin frutin e tyre. Janë frutat e mira ato në Psalmin 1, që mediton tek ligji ti ditë e natë. Në atë mënyrë ti ke zgjedhur frikën e Zotit Jahve. Dhe je larguar më të ndaj nga qetësia e remëve e budallënjve. Budallënjve ishin budallash ka 5 vygjëreshat, apo jo? Ndërkohë, pa më punën e të qenit të zgjuar të mençur, apo budallënjve këtu janë. Ai që zbaton ligjin është i mençur, një bir me mend. Lutja e tij dëgjohet. E ai masandaj ka zgjedhur frikën dhe ha frutat e mira në jetën e tij, Ati bikon jetën e tij. E cozën e tij, sepse mediton tek ligji i tij ditë e natë. Dhe frutet e tija masandaj janë të mira dhe ai ngopen dhe të tjerët kur kanë zemrën e përulur të tjerët. Dhe ai person banon në një vend të sigurt, Jeruzalemi. Ja ku ke përpara. Mund të banosh atë ku je, po të zgjedhësh frikën e Zotit Jahve, zbaton sabatin, ha pastër, festat e tija që janë prioritet dhe bazë në jetën tënde. Duke mbajtur festat, largohesh nga idhujtaria, vepra 15. Duke mbajtur nga ngrënia e pastër, largohesh nga gjërat e mbytura nga gjaku. Duke mbajtur ligjin e tij, shikon moralin e shëndoshëm dhe largohesh nga imoraliteti, largohesh nga pornografia, largohesh nga shikimi me epsh. Dhe masandaj mëson urdhrimet e tjera o sabat në mbledhjen e veçuar për të mos mëkatuar. Dhe vendos ikët në 4 cepat e rrobës tënde.
Se tregon që i veçuar për atën Jahwe, që mban urdhrimet e tia, ke filluar të pranosh qortimet e tia, ke filluar të pranosh frikën e tia, që ti të banosh në një vend të sigurtë, dhe kështu do të jesh me të vërtetë i qetë, pa frikë, a çfarëdo e keqe. Mund të shkojmë në Nehemia 13-17, çfarë është kjo gjë e keqe, tha profeti Nehemia pleqve në atë kohë që këni përdosu satin, tha, është një gjë e keqe. Prandaj thot që në Psalmi 37 largohu nga e keqja, thot Psalmi Isaia 56, largohu nga e keqja dhe mos e përdos sabatin që të marrësh një emër dhe një vend të përjetshëm të hysh në malin e shenjtë, thotë në malin e Sinait, në Jeruzalemin e ri në atë ditë. Dhe prandaj sëmundjet nuk të afrohen. Sëmundjet janë një gjë e keqe, ti e di. Po kush i lejon dhe kush i dërgon ato? Sepse janë dy aspektet, lejimi dhe dërgimi. Ati shikon çfarë neve praktikojmë frutat. Se po të respektosh bestidhin e tia, duke zbatuar urdhrimet e tia, je mirë. Por prap, kemi një grup tjetër personash, budallënjtë, nuk duan të zbatojnë urdhrimet e ligjit. Dhe atë Jahwe i përgjigjet me njëre, sepse këta grupe persona kanë urryer ligjin e tia. Dhe i zhduk, dhe ai nuk on. Përgjigjet me njëre. Dhe ai që respekton urdhrimet e ligjit të tia në praktikë, në këtë mënyrë po tregon bestidhjen që po e mban me te, atë Jahwe e mban asaj bestlidhjen me ty, duke treguar shamirësinë e tia. Dhe atë e fillon të doje, të bekoje, të shumëzoje me të tërë të mirat e tia. Dhe Jahwe thot do të largoj nga ty çdo lloj sëmundje, e shikon largimin e sëmundjeve që është e lidhur me respektimin e urdhimeve të ligjit të tia? Për ty në Korçë, e shikon largimin e sëmundjeve, në qoftë ato në praktik urdhrimet e ligjit të tia, në këtë mënyrë ti po respekton bestlidhjen e tia? Dhe në këtë mënyrë nuk dërgon mbi ty asnjë gjë të keqe, asnjë gjë të keqe vdekjepruse, por i dërgon mbi të gjithë ata që të urrejnë. Prandaj ke kujdes ata që zbatojnë ligjin e Atit, mos i urre, mos verdishtin në emër të Jashuas. Sepse kjo është dëshmia nga shkrimi. Sepse unë e di që shumë njerëz vuajnë sot e kësaj dite për gjërat që masandaj praktikojmë dhe ngrejnë dishin, hapin gojën çoroditur, dhe Ati shikon dhe dërgon disa gjëra në jetën tënde. Ndërkohë, gjëja e keqe, vdekjepruse, ne të mos e kemi. Dhe Ati na mbron nga ato gjëra të këqija, kur ti zbaton urdhrimet e ligjit të tia, i respekton në praktikë. E shikon në blu. Në merr bekimet e tia mësaj, dhe fillon të largon nga ty çdo lloj sëmundje. Sëmundjet janë në thupra Atit në jetën tonë. Që ne të kuptohemi, të marrim kuptueshmërinë. Prandaj në Jobi 33 siç të dërgoi dhe ka zber mësimi, principet e shërimit, sepse në Jobi 33 ishte ai personi që masandaj kishte realizuar që nuk ishte ndëshkuar siç duhet të kishte qenë ndëshkuar.
Më tregoj mëshirë, tha, më largovi sëmundjet, trupi restaurohet, më mirë sa i fëmijës sot, që të shikonte më sandaj dritën e jetës. Dhe atë Jahwe thot atje çfarë? E bën 2 herë, 3 herë me njeriu. I kujdes vëlla motër. Shqiptar flas. Sepse kur ngrihesh kundra shërbëtorëve të tia, sepse zbatojnë ligjin e tia, ka pasoja. Sepse unë shikoj disa kohëra, shikoj sa gjëra masandaj që njerëzit janë ngritur më përpara, duke masandaj të vënë në lojë me shumë gjëra, masandaj shikoj kohën që para një viti u than disa gjëra, masandaj shikon tani dhe ati të vjen masandaj dhe thot asjellat atë situatë përpara. Nuk janë rastësi që dalin ato gjëra. Dhe masandaj kur disa gjëra janë tenë, ne shikon disa sëmundje masandaj. Sepse kanë folur në atë mënyrë. Ja? Thjesht një bisedë. Një bisedë. Dhe e pyet të dërgohet diçka nga tjetri dhe them këto përgatitje të Izraelit me sakrificat e tyre që po bëjnë atje me çdo lloj sistemi të anti-mesias. Thjesht them e kupton çfarë thot Bibla, e kupton thjesht domicilin, nuk e asnjë lloj motivi tjetër. Sigurisht kanë 33 vjet në studime teologjike. Po 33 vjet nuk mund të qëndrosh në studime teologjike, janë 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, ndoshta nuk e di, ka 5 vjet. Okej. E them, nuk fola për studime, thash, po flasim për Biblën, çfarë donja të kuptoja çik. Të thuash, to gjëra që po bëjnë, do të misosh. Të thuash për Biblën, nuk thua teologjike, siç e ka mundur. Përgjigje tjetri, gjende. Nuk ka është të zemra në rregull. E them, teologjikë krijoi njeriu. Çfarë thot Bibla? Mësimet shkollore janë nga njeriu, sepse do se ishte pa adresuar që 1 vit më përpara ligji i Zotit Jahwe që ti kishe praktiksuar. Tash ti më dërgove videon. Çfarë deshe të komunikoj, të thash? Kaq. Më vjen keq o mik. Më vjen keq o mik. Ti do të thellohesh më shumë. Do të thellohesh pak. Lloje? Unë mendova, thash, nese, nuk mora ndonjë përgjigje, vetë se mishin. E thash, nuk sqarohen këto gjëra, më në mesazhe këtu dhe dërgoj një fytyrë të qeshur. Nuk kam kohë të mbas me lojra fjalësh. Kaq ka personi. E lash. Dhe ishte i para 1 viti. Mundohesh që të mos vinë gjykimet në jetën e një personi, sepse ati shikon çfarë flasim, çfarë bëjmë, çfarë meditojmë, çfarë themi, dhe kanë ashpruar palishmëri, ato hipokrizi, ato ignoranca të ta, që do që ti të hysh në besëlidhje. Prandaj vllai të thotë që duhet të hysh në besëlidhje për të shëruar, sepse këtu kishe aspekti e shërimit, largimit të çdo lloji sëmundje që përbente masandaj hyrje në besëlidhje në Mesian Jashuan me urdhrimet e ligjit, po jo me Krishtin katolik ortodoks që ti ke. Sepse ai nuk është i Biblës, nuk të shëron ai. Nuk të shërojnë ikona dhe të gëdhendurat në zemrën tënde. Ndërkohë, shiko çfarë gjëra po praktikon ti në jetën tënde. Çfarë festa janë? Pagane. Urimet që bën për ditëlindjet janë pagane. 2 persona kanë praktikuar ditëlindjet.
Herodi dhe Faraoni ishin praktikë pagane, djallëzore. Çdo lloj kalendari të Papa Grigori 13 në 1600 në formë 1582 eksaktisht. Dhe fillovi mlodhi festa pagane, i mlodhen, masandaj ja dhanë atyre besimtarëve të asaj kohe që i persekutuan, e hoqën sabatin, masandaj Konstantini ta çovi ditën e diellit, se ishte adhurues të Mitras i Zotit të diellit, ta hoqi Pashkën, ta çovi masandaj të diellën, prandaj ti me mison të diellën sot. E vazhduan këta besimtarë që u konvertuan masandaj nga oppresimi dhe persekutimi, e vazhduan të njëjtë gjë, 1600 duke djegur njerëz gjallë dhe masandaj duke bërë libra për të djegur masandaj dhe grupe persona në Izrael me frymën e vrasjes, gjëra të tilla. Ne vëllai po të thotë dil prej tyre, dil prej atyre që kanë thënë ligji është hequr, sepse po të çojnë në vdekje. Ata farë shkruar në ligjin, të marrë jetën e përjetshme, sepse kështu ti nuk më katon. Dhe personi masandaj ju përgjigj dy aspektet kryesore që ai dinte, nuk do të citonte ligjin e plot atje. Ishin njerëz midis hebrejve. Nice. Vazhdo. Vazhdo. Edhe një fjalë të uta një, nga 20 deri te 31. U flet për lajmin e mirë të mbretërisë, sepse këtu po të flet çfarë? Erdhi gjon pak zori për të qortuar dhe me anë të lajmit të mirë të mbretërisë Mesian Jashuan. Që të vinte masandaj ati Yahweh të jepte frymën e shenjtë personave dhe do bënte të njohur fjalët e tij, ligjin, urdhrimet, kështu ne nuk mëkatojmë. Dhe gjatë kohës kishin disa grupe personave që nuk duan të dinin. Dhe këta grupe tonë masandaj ndodhi diçka. Gjykimi. Dhe këtu në fund masandaj ke shpërblimin e mirë në qytetin e ri, Jeruzalemin e ri. Lavdi emrit të Tij. Haleluja.